Gjesti vendos të bëjë një shaka me banorët dhe merr një iniciativë të pazakon, duke u veshur si vajzë dhe duke sfiluar nëpër shtëpi me një stil të egzageruar. Ai zgjedh një fustan të ngushtë, vendos paruke dhe grim në fytyrë, duke e kompletuar pamjen e tij me taka të larta. Teksa ecën me vetbesim në mes të sallonit, ai bën poza të egzageruara dhe ecën me stil, duke imituar një modele profesionale. Banorët fillimisht shtangen, pastaj shpërthejnë në të qeshura, ndërsa disa prej tyre fillojnë ta ngacmojnë duke i bërë pyetje provokuese. Rozana i thot me shaka, mos vall po e zbulon veten, Gjesti? Të shoh që po të pëlqen shumë ky rol. Ndërsa Gerta, e cila shpesh debaton me të, e provokon duke i thënë, tani më në fund e kuptova pse sillesh ndryshe. E pas ke pasur gjithmonë dëshirën të vishesh kështu. Gjesti, duke mos u ndalur së qeshuri, vazhdon të sfilojë dhe të bëjë lëvizje provokuese, duke u tallur me reagimet e banorëve. Ai afron qëllimisht fytyrën e tij pranë Jozit, duke i thënë me ironi, po sikur të më pëlqesh kështu, Jozi. Mos vall po të pëlqej më shumë kështu? Jozi, i kapur në befasi, i largohet me shpejtësi, ndërsa banorët shpërthejnë në të qeshura. Pasi përfundon shfaqjen e tij, Gjesti ulet në mes të dhomës dhe thot me një ton sfidues, ja kështu bëhet shoh, o njerëz. Ju vetëm llapni, unë veproj. Ai më pas fillon të bëj video për kamerat, duke i treguar publikut se nuk ka frikë të thyej tabut dhe të bëj gjithçka për vëmendje. Megjithatë, jo të gjithë e shohin këtë si një shaka të pafajshme. Amber dhe Danja shprehen se ai po e bën këtë vetëm për të tërhequr vëmendjen dhe për të krijuar skandale të reja. Gjesti nuk ka asnjë kufi. Ai do të bëjë gjithçka vetëm që të qëndrojë në lojë dhe të ketë vëmendjen e publikut. Thot Danja, ndërsa Amber shton, ai thjesht tallet me të gjithë, nuk ka respekt për askënd dhe as për veten e tij. Pavarësisht kritikave, Gjesti duket më i lumtur se kurrë. Ai vazhdon të sfilojë nëpër shtëpi, duke e kthyer çdo situatë në një moment argëtues, ndërsa të tjerët mbeten të ndarë mes atyre që e shohin si humor dhe atyre që besojnë se ai po e tepron. Gjesti vazhdon me ngacmimet ndaj Vserlos, duke e provokuar dhe duke e vënë në siklet para banorëve të tjerë, teksa ndodhen në obor, Gjesti i afrohet Vserlos dhe me një buzëqeshje ironike i thot, po më dukesh shumë simpatik sot, Vserlo. Mos ndoshta po filloj të kem interes për ty? Dhe më pas shpërthen në të qeshura, ndërkohë që banorët përreth e ndjekin me kureshtje bisedën. Vserlo, i cili nuk e merr seriozisht atë që thot Gjesti, i përgjigjet duke qeshur, po lëri këto broçkulla, Gjesti, se nuk më hyn në punë humori yt. Gjesti nuk ndalet me kaq. Ai vazhdon ta shikojë me ironi dhe i thot përsëri, e di që më ke qejf, mos u mundo ta fshesh. Unë e ndjej, Vserlo. Dhe i bën një shikim provokues duke e vendosur atë në siklet. Banorët e tjerë shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Rozana dhe Gerta fillojnë të ngacmojnë edhe më shumë situatën. Vserlo, mos e moho, kemi parë si e sheh Gjestin ndonjëherë. Thot Rozana me një ton shpotitës. Vserlo tund kokën dhe ngre duart lart, duke thënë me ironi, ju jeni të çmendur të gjithë, unë nuk e përballoj dot këtë grup. Gjesti, i kënaqur që po i tërheq gjithë vëmendjen, vazhdon të tallet duke i thënë, kur të dalim jashtë, po mendoj të të ftoj për një darkë romantike, çfarë thua? Vserlo mundohet të injorojë, por është e qartë që është vënë në siklet nga situata. Teksa biseda bëhet gjithnjë e më shumë një lojë provokimesh, disa nga banorët fillojnë të dyshojnë nëse Gjesti po bën shaka apo po e teston Vserlon për ndonjë reagim të papritur. Nga ana tjetër, Amber dhe Jozi diskutojnë mes tyre dhe thonë se Gjesti e përdor këtë lloj humori për të tërhequr vëmendjen dhe për të krijuar dinamika të reja në shtëpi. Ai gjithmonë gjen mënyra për të qenë në qendër të vëmendjes. Thot Amber, ndërsa Jozi shton, po, por këtë herë duket sikur po e tepron. Ndërkohë, Gjesti vazhdon me shakat e tij, duke u përpjekur të bëjë Vserlon të reagojë më ashpër, por ky i fundit mundohet të ruajë qetësinë. Situata mbetet e hapur dhe nuk dihet nëse do të përfundojë vetëm si një batut humori apo do të sjellë një përplasje më të fortë mes tyre. Sfilata e djemve në Big Brother kthehet në një spektakël argëtues dhe plot humor. Në kuadër të një sfide të organizuar nga Big Brother, djemtë e shtëpisë detyrohen të vishen si vajza dhe të realizojnë një sfilatë të vërtet mode para banorëve femra.
Me veshje të guximshme, ngrim të theksuar dhe taka të larta, ata transformohen tërësisht, duke e kthyer këtë sfidë në një nga momentet më argëtuese të këtij edicioni. Përgatitjet për sfilat fillojnë herët në mëngjes. Vajzat e ndihmojnë djemtë të zgjedhin veshjet më ekstravagante nga garderoba e tyre, ndërkohë që disa prej tyre marrin shumë seriozisht detyrën e stilistëve. Loredana dhe Rozana marrin përsipër të grimojnë djemtë, duke i bërë ata të duken sa më të ngjashëm me femrat. Gjesti, i cili zakonisht nuk i kursen ironit dhe batutat, këtë herë duket më i emocionuar se kurrë, duke zgjedhur një fustan të shkurtër me ngjyrë të ndezur dhe duke vënë parukë bionde. Kur vjen momenti i sfilatës, shtëpia e Big Brother shndërrohet në një pasarel të vërtet mode. Djemt dalin një nga një, duke ecur me vetbesim dhe duke bërë poza të egzageruara, ndërsa vajzat nuk mbajnë dot të qeshurat. Jozi, i cili zakonisht është më i rezervuar, shokon të gjithë me një performancë provokuese, duke tundur flokët e tij të rrem dhe duke bërë lëvizje si një modele profesioniste. Gjesti, i cili njihet për aftësinë e tij për të bërë show, i shkon deri në fund rolit të tij, duke i provokuar vajzat me shikime flirtuese dhe duke i bërë të qeshin me batutat e tij. Në një moment, ai afrohet Amberit dhe i thot me një ton sfidues: "Si të dukem, Amber? Më mirë kështu apo si zakonisht?" Amber shpërthen në të qeshura dhe i përgjigjet me shaka: "Të betohem që kështu dukesh më i mirë." Në fund të sfilatës, vajzat duhet të zgjedhin fituesin dhe pas shumë diskutimesh, ata vendosin që Gjesti dhe Jozi kanë bërë performancën më të mirë. Si shpërblim, djemtë fitojnë një darkë speciale të organizuar nga Big Brother. Pas sfilatës, bisedat nuk kanë të ndalur. Danja dhe Gerta thonë se nuk e kishin menduar kurrë që djemtë do e merrnin kaq seriozisht këtë sfidë. Valbona shton se disa prej tyre janë aq të natyrshëm në rolin e femrave, saqë mund të bëjnë karrierë në botën e modës. Nga ana tjetër, Gjesti, i cili gjithmonë e shfrytëzon çdo mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes, nuk ndalet së bërë shaka: "Më duket se do ndryshoj stil, kjo paruka më pëlqeu shumë", thot ai, ndërsa banorët qeshin pafund. Sfilata e djemve mbetet një nga momentet më argëtuese në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë një atmosferë të lehtë dhe shumë të qeshura mes banorëve, të cilët për disa momente harrojnë tensionet dhe strategjitë e lojës. Rozana ngacmon Gjestin dhe e vë në siklet me pyetjet e saj personale, duke shkaktuar të qeshura mes banorëve. Teksa ndodhen në kuzhinë, Rozana, me një buzëqeshje ngacmuese, i drejtohet Gjestit dhe i thot me ironi: "Hajde, Gjesti, na trego pak, sa fëmijë ke dhe sa të dashura ke pasur deri tani?" Banorët e tjerë, të intriguar nga pyetja e saj, ndalojnë atë që po bënin dhe fillojnë të qeshin, duke pritur me kurreshtje përgjigjen e Gjestit. Gjesti, i befasuar, e sheh Rozanën dhe tund kokën duke qeshur: "Po ti ç'të duhet moj Rozan? Po bën investigim këtu? A mos je duke shkruar ndonjë libër për jetën time?" thot ai, duke u përpjekur t'i shmanget pyetjes. Por Rozana nuk ndalet dhe e shtyn më tej bisedën: Jo, se jam shumë kurioze. Se si duket, ti je me shumë eksperiencë, prandaj dua të di sa zemra ke thyer deri tani, thot ajo duke qeshur. Banorët fillojnë të bëjnë zhurmë, disa e mbështesin Rozanën dhe e nxisin Gjestin të përgjigjet: "Hajde, Gjesti, mos u fshi, trego tani", thot Amber duke qeshur. Gjesti, i cili duket se po e shijon vëmendjen, buzëqesh dhe thot me një ton ironik: "Dëgjoj, Rozana, numrin e fëmijëve nuk ta tregoj, se nuk dua të jap shok, por për të dashurat hajde, po të jap një shifër afërsisht mbi 100". Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Gerta, e cila po dëgjon bisedën, ia kthen me shaka: Mos na gënje, se s'të kemi parë me asnjë vajzë seriozisht. Të gjitha i trajton si lojë". Gjesti qesh dhe i përgjigjet: "Po unë kështu jam, ç'të bëj? Jetën e marr me sportivitet". Rozana tund kokën dhe thot: "E dija unë. Po prap s'na the të vërtetën. Hajde, po të jap edhe një shans tjetër, kush ka qenë dashuria jote më e madhe?". Gjesti e mendon për një moment dhe pastaj buzëqesh me dinakëri: "Po prit, mos ndoshta je ti". Banorët shpërthejnë në të qeshura dhe fillojnë ta ngacmojnë Rozanën, e cila bën sikur skuqet dhe ia kthen me shaka: "Po të isha unë, s'do të ishe këtu sot, do ishe me mua jashtë".
Biseda vazhdon mes të qeshurash dhe shpotitjesh, ndërsa Gjesti dhe Rozana krijojnë një atmosferë lozonjare, duke u tallur me njëri tjetrin dhe duke argëtuar gjithë shtëpinë. Gjesti dhe Rozana, të dy të buzëqeshur dhe në humor të mirë, vendosin të bëjnë një lojë për të ngacmuar Gertën. Ata ulen pranë saj në divan dhe nisin të këndojnë një këngë provokuese, duke e parë her pas here me ironi. Rozana, me një shprehje tallëse në fytyrë, i afrohet më shumë Gertës dhe i thot me një zë të ëmbël, por me një ironi të dukshme: "O Gerta, pse po e mban këtë fytyrë të ngrysur? Po të dukemi shumë të lumtur ne?" Gjesti, nga ana tjetër, e imiton zërin e saj dhe bën sikur flet si ajo, duke e bërë Rozanën të shpërthejë në të qeshura. Ata vazhdojnë të luajnë me situatën, duke kënduar me zë të lartë dhe duke krijuar një atmosferë edhe më të sikletshme për Gertën. Gerta, e cila e ndjen se është vënë në qendër të vëmendjes për të keq, mbyll sytë për një moment dhe përpiqet të ruajë qetësinë, por nuk mund të përmbahet. "Po çfarë keni me mua? Pse nuk më lini të qetë?" shpërthen ajo, duke i parë të dy me nervozizëm. Gjesti dhe Rozana shkëmbejnë shikime dhe qeshin edhe më fort, duke e çuar situatën në një tjetër nivel. "Ne vetëm po argëtohemi, Gerta. Ti po e merr shumë seriozisht", i thot Rozana, duke i dhënë një të shtyrë të lehtë Gjestit, i cili vazhdon të imitojë gjestet dhe fjalët e Gertës në mënyrë komike. Gerta, tashmë e acaruar në maksimum, ngrihet në këmbë dhe i drejtohet të dyve me një ton të prerë: "Mjaft më. Ju të dy jeni njerëzit më të bezdisshëm në këtë shtëpi. Nuk mund të rrini një sekond pa u marrë me të tjerët." Gjesti, duke mos e humbur asnjë moment për të vazhduar lojën e tij, bën një fytyrë të habitur dhe shtiret sikur është i shokuar nga reagimi i saj. Na u mërzit Gerta. Kush do ta qetësoj tani?" thot ai, duke bërë sikur qan dhe duke qeshur njëkohësisht. Rozana, e cila po kënaqet shumë me situatën, shton: Gerta, e shikon sa të lehtë e ke për të nxehur? Po pse e merr çdo gjë kaq personalisht? Kjo është vetëm lojë." Gerta, e cila tashmë nuk e duron dot më këtë situatë, largohet e zemëruar, duke lëshuar një pëshërtim të thellë. Gjesti dhe Rozana, duke parë se si ja dolën ta çmendin, fillojnë të qeshin edhe më shumë dhe vijojnë të këndojnë, duke vazhduar lojën e tyre dhe duke shijuar momentin e tyre të triumfit. Rozana dhe Gerta ndodhen në oborin e shtëpisë së Big Brother, ku tensioni mes tyre është rritur ndjeshëm pas një debati që kishte nisur më herët brenda në shtëpi. Rozana, tashmë e irrituar nga qëndrimi i Gertës, nuk e përmban më veten dhe nis ta sulmoj me fjalë të ashpra. "Ti je një frikacake, Gerta. Një njeri i keq, i ulët dhe pa sens. Gjithkohës flet pas shpine, por nuk ke guximin të thuash gjërat në sy", i thot ajo me një ton të ngritur, duke e parë drejtë në sy. Gerta, e cila nuk është mësuar që dikush t'i flas me një ton të tillë, tund kokën dhe qesh me përbuzje. "Unë jam frikacake? Ti po më quan mua të keqe? Rozana, ti je ajo që nuk ke një qëndrim të qartë. Një ditë je me një person, ditën tjetër e shan. Të paktën unë nuk bëj lojra të dy fishta", i përgjigjet ajo, duke e përballuar ashpërsinë e Rozanës. Rozana, tashmë edhe më e nxehur, afrohet më shumë dhe e shikon me ironi. "Ti s'ke as karakter. Fshehesh pas të tjerëve dhe luan sikur je viktim, por në fakt je një nga njerëzit më të pabesë në këtë shtëpi." Gerta, e acaruar nga fjalët e saj, i afrohet dhe i drejtohet me një ton më të ashpër: "Unë të paktën nuk jam fallthos si ti. Ti shkon e bën sikur je e dashur me të gjithë, pastaj i shan pas shpine. Dhe mbi të gjitha, më vjen për të qeshur kur më quan frikacake, sepse e dim shumë mirë se kush është frikacakja këtu." Banorët e tjerë, të cilët po dëgjojnë debatin nga afër, shkëmbejnë shikime mes tyre dhe presin se si do të përfundojë ky konflikt. Rozana, duke parë se Gerta nuk po tërhiqet, hedh duart në ajër dhe mbyll debatin me një fjalë të prerë: "Ti mund të thuash çfarë të duash, por të paktën unë nuk jam një hipokrite si ti. Dhe mos guxo më të më quash fallco, sepse e di shumë mirë se unë i them gjërat ashtu siç janë." Pasi thot këto fjalë, Rozana largohet e inatosur, ndërsa Gerta mbetet në vend, duke tundur kokën dhe duke murmuritur me vete. Lufta mes tyre nuk ka mbaruar ende, dhe ky debat vetëm sa ka shtuar tensionin në shtëpi.
Gerta dhe Rozana ndodhen në kuzhinën e shtëpisë së Big Brother, duke pastruar gotat e lëna mbi banak pas një darke të tensionuar mes banorëve. Atmosfera midis tyre është mbushur me tension, derisa Gerta, e irrituar, kthen kokën nga Rozana dhe nis debatin. Rozana, po e sheh tani apo jo? Gjesti po të përdor, njësoj si që përdori Eglin dhe të tjerat para teje. Ti je thjesht pjesë e planit të tij për të vazhduar lojën. I thot ajo me një ton të prerë, duke lënë sfungjerin mbi lavaman dhe duke e parë Rozanën drejt në sy. Rozana, e cila e ka dëgjuar këtë teori edhe më parë nga banorët e tjerë, psheretin dhe tun kokën. Po çfarë flet, moj Gerta? Gjesti thjesht bën lojën e tij, por kjo s'do të thotë që po më përdor. Unë jam e zonja e vetes dhe e di shumë mirë se me kë kam të bëj. Gerta, e cila tashmë është hacaruar, ngre zërin. A e njeh vërtet? Sepse unë mendoj se ti thjesht po u bëje në grack, njësoj si që ranë të tjerat. E pe çfarë i bëri Eglit? E përdori për javë të tëra, e bëri të mendoj se kishte ndjenja për të, pastaj e shkatëroi plotësisht. Dhe tani ti je viktima e radhës. Rozana, e nervozuar nga mënyra se si po e sulmon Gerta, lëshon lugën që kishte në dorë dhe e shet drejt në sy. Gerta, mjaft më. Unë nuk jam Egli. Unë e njoh shumë mirë veten dhe e di si të luaj këtë lojë. Gjesti nuk po më përdor, unë thjesht po argëtohem dhe po luaj ashtu si ai. Gerta qesh me përbuzje dhe tun kokën. Po, thuaje këtë kur ai të hedh në kosh si një letër të përdorur, tamam siç bëri me Eglin. Ti mendon se je ndryshe? E ke gabim, Rozana. Gjesti do të shfrytëzoj derisa të mos i duhesh më dhe pastaj do të poshtëroj para të gjithëve. Rozana, tashmë më e nervozuar, kalon duart në mes dhe përpiqet të ruajë qetësinë. Po ta them edhe një herë, Gerta, unë nuk jam si Egli. Nuk jam e verbër dhe nuk bie prej lojrave të askujt. Kështu që ndalu së më dhën leksione, se nuk më intereson. Gerta, duke parë që Rozana nuk po e dëgjon, kthen shpatullat dhe largohet nga kuzhina, por përpara se të dalë, lëshon edhe një paralajmërim të fundit. Mos thuaj që nuk të paralajmërova, Rozana. Kur ta shohësh veten në të njëjtin pozicion si Egli, mos prit që të mbrojë njëri. Rozana, edhe pse përpiqet të duket e ftohtë, duket të shqetësuar nga ato që dëgjoj. A ka të drejtë Gerta, apo është thjesht një tjetër keqkuptim? Ina, në një intervistë ekskluzive për mediat, ka folur hapur dhe pa doreza për sjelljen e Gjestit brenda shtëpisë dhe ndikimin që ai pati tek Egli. Ajo nuk e fsheu zhgënjimin e saj dhe me tone të ashpra deklaroi se Gjesti ishte arsyeja kryesore pse Egli u sëmur dhe, përfundimisht, u detyrua të largohej nga shtëpia e Big Brother. Gjatë intervistës, Ina tregoi detaje mbi mënyrën se si Gjesti e trajtoi Eglin, duke e lënduar psikologjikisht dhe duke e manipuluar përmes lojës së tij strategjike. Ajo tha se që në fillim kishte vënë re se Gjesti nuk kishte ndjenja të sinqerta për Eglin, por thjesht po e përdorte si pjesë të taktikave të tij për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Gjesti ka qenë shumë i pamëshirshëm me Eglin. Ai e ka përdorur atë për lojën e tij dhe nuk ka pasur as pak konsiderat për ndjenjat e saj. E keni parë të gjithë se si e trajtonte, duke e ofenduar, duke u tallur me të dhe pastaj duke e bërë të ndiej fajtore. Ai e uli moralin e saj aq shumë sa që Egli filloi të ndiej keq dhe të izolohej. Nëse nuk do të ishte për të, ajo do të ishte ende në lojë dhe nuk do të ishte detyruar të largohej për shkak të shëndetit të saj, tha Ina, me një ton të vendosur. Ajo shtoi gjithashtu se ishte shumë e zhgënjur nga fakti që Gjesti nuk kishte shfaqur asnjë pendes të vërtetë për atë që ndodhi. Sipas saj, ai vazhdon të luajë të njëjtën lojë dhe nuk e pranon asnjëherë fajin. Madje, ai vazhdon sikur asgjë nuk ka ndodhur, sikur Egli nuk ishte një person real me ndjenja të vërteta. Kjo më bën të besoj edhe më shumë që ai nuk kishte asnjë ndjenjë të sinqertë për të dhe e shihte vetëm si një mjet për të qëndruar në lojë, shtoi ajo. Ina përfundoi intervistën duke thënë se shpreson që publiku ta shohë të vërtetën dhe të mos lejojë që një lojtar si Gjesti të arrijë deri në fund, pasi sipas saj, ai nuk e meriton të fitojë. Ajo gjithashtu shprehu mbështetjen e saj të plotë për Eglin, duke thënë se ajo meriton shumë më tepër se sa çfarë i ndodhi brenda shtëpisë.
Rozana dhe Gerta ndodhen në kuzhinë, të rrethuara nga banorë të tjerë që vështrojnë nga larg, duke nuhatur një debat të ashpër që po vjen. Rozana, me duart në bel dhe një shprehje sfiduese në fytyrë, i drejtohet Gertës me një ton të prerë. E di çfarë, Gerta? Ti je një lojtare e dobët. E gjithë shtëpia e di këtë. Nuk ke as guximin më të vogël të përballesh me mua. Nëse je kaq e fortë sa thua, pse nuk e nominoje veten tënde përballë meje? Apo e di shumë mirë që do të dilje menjëherë? Gerta, e cila deri në atë moment ka qëndruar e qetë duke dëgjuar, mbledh krahët dhe kthen kokën nga Rozana me një buzëqeshje ironike. Aha, kështu mendon ti, Rozana? Që unë jam e dobët? Të them diçka, nuk është puna të bësh shumë kot, por të dish kur dhe si të veprosh. Nuk kam nevojë të bëj qefin dhe të nominohem përballë teje vetëm sepse ti mendon se kështu dukem më e fortë. Rozana qesh me përbuzje dhe tund kokën. Jo, Gerta, nuk është punë shurme. Është punë karakteri dhe guximi. Dhe ti ke treguar se të mungojnë të dyja. Ti fshihesh pas skemave dhe njerëzve të tjerë, por nuk ke forcën të dalësh vetë përballë. Dhe kjo më bën mua të kuptoj se ti je thjesht një lojtare e dështuar. Gerta, tashmë më e acaruar, përplas dorën mbi tavolinë dhe i përgjigjet me një ton më të lartë. Më dëgjo mirë, Rozana. Nuk kam frikë nga asnjë prej jush. Ti mund të mendosh ç'të duash, por unë nuk luaj sipas rregullave të tua. Nuk është strategjia ime të dalë në nominim vetëm sepse ti ke qejf të më shohësh jashtë. Unë do ta zgjedh vetë momentin kur do të luftoj dhe do ta bëj me zgjuarsi, jo me kokfortësi si ti. Rozana, duke e parë se Gerta po i përgjigjet me të njëjtin ton, afrohet edhe më pranë dhe e shikon drejtë në sy. Pra, e pranon që po shmang përballjen me mua? E pranon që po luan të sigurtën sepse e di që do humbësh? Sepse, Gerta, kjo është ajo që po thua në fakt. Gerta që është hidhur dhe shtrëngon nofullat. Jo, Rozana, unë nuk po e shmang përballjen me ty, unë thjesht nuk do të bëj lojën tënde. Dhe nëse mendon se unë jam e dobët, prit edhe pak dhe do ta shohësh vetë se kush është lojtare e vërtet dhe kush është vetëm një zhurmë boshe. Banorët përreth ndjekin debatin me vëmendje, ndërsa tensioni mes tyre rritet edhe më shumë. Askush nuk di se si do të përfundoj kjo përballje, por një gjë është e sigurt, lufta mes Rozanës dhe Gertës sapo ka nisur.